Të dashur shqiptar, çfarë lidhje ka fjala elpidha me dardanin? Fjala elpidha do thot shpresë në gjuhën greke dhe është gjetur në varrin e 2 ilirëve në Itali, në periudhën e pushtimit romak. E di me siguri që ishin ilirë. Mbiemri i tyre ishte Dardana. Është emër i pastër i fisit Dardan, por mbiemri i familjes i gjithë fisit është Helpis. Merr në frymë thellë. Në greqishtën e sotme kjo është bërë elpidha nga rasa kallëzore ten elpidha e greqisë së lashtë, por në greqishtën e lashtë emërore ka qenë Helpis. Pse bëron këtë zbulim? Sepse ky mbiemër është shkruar me shkronja latine, prandaj. Por ai që e di greqishtën mirë, e kupton që Helpis i thon shpresë në greqishtën e vjetër dhe grekët, një lloj si folësit e tjerë të latinishtes, marrin emra të rasës kallëzore dhe i bëjnë emërore. Pra, elpidha është rasa kallëzore, emrit Helpis, shpresë. Në gjuhën ilire kjo mbetet si mbiemër, Helpis, në gjuhën greke kjo bëhet elpidha, shpresa. Emri vajzës ilire të varrosur është Mesia. Ky është thirrori i helenishtes, Mesias, por nuk është regjistruar në greqisht. Ky emër është gjetur në Iliri, në pllaka të bukura, të varrosura në bodrumet e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Mesia është thirrori i emrit Mesias, që do të thotë i përzgjedhuri, emri i Krishtit. Por Mesia është gjinia femërore. Mbishkrimi është në latinisht. Por kjo tregon që ilirët flisnin helenisht, sepse në shqip nuk e kemi ne as elpidhi, as helpidha, nuk e kemi as helpis, originalja, në greqisht. Fjala shpresë është në greqisht, është bërë mbiemër tek ilirët të varrosur në Rom. Çmenduri. Ta shikojmë bashkë. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni në monitor është përtej imagjinatës njerëzore. Emrore i elpis, gjinore ten elpidos, dhanore tej elpidi, kallëzore ten elpida dhe thirrore elpi është shpresa në greqisht dhe ky bëhet mbiemër i 2 ilirëve të varrosur në Rom me mbiemrin Dardana. Pra janë 2 mbiemra. Emri i babait, që përdoret si mbiemër, dhe emri i fisit, Elpis. Në ilirisht, por është shkruar me shkronjën latine. Ta shikojmë bashkë. Shqiptarët në Itali e kanë gjetur këtë pllak dhe e kanë nxjerrë në Facebook. Unë këtë e gjej në TikTok tek miku im Aristotel Petro, shumë i lumtur që është zbuluar pllaka Dardane e vajzës Mesia, që do të thot në fakt Jezu Krishti. Pra, ky zbulim është epokal, sepse është i shekullit të 2 të erës sonë. Merr në frymë thellë. Në kulmin e zhvillimit të perandorisë romake, përdoret emri i vajzës Dardane, Mesia, dhe mbiemri Dardana. Kjo është çmenduri kjo që po shikoni para jush. Dhe tani ju do ta shikoni që kjo vajzë Dardana ishte me origjinë greke. Pse do thoni ju? Sepse përdor fjalën shpresë për mbiemër. Ta shikojmë përkthimin. Të dashur shqiptar, këtë e bëra unë si zbulim dhe ja sugjerova vetë inteligjencës kompjuterike sepse unë e di që fjala elpidha është shpresa, tingëllon si fjalë keqe në shqip,
por është rasa kallëzore e fjalës helpis, shpresë. Dhe inteligjenca kompjuterike thotë ke të drejtë. Pra nuk e zbuloj ajo, e zbulova unë. Është e frikshme ajo që kam zbuluar, unë kam mësuar greqisht nga miqtë e mi në TikTok. Ata më kanë mësuar shumë fjalë greke dhe po bënim shaka një ditë për fjalën elpidi. Pra është rasa kallëzore e fjalës helpis, do thotë shpresë. Shqiptarët tallen me fjalët greke. Pra fjala Mesia është emër grek i gjetur në Iliri. Akademia e Shkencave të Shqipërisë thotë që ilirët flisnin shqip. Jo, kjo është thirrore e greqishtes, Mesias, por grekët nuk e dinë. Në këtë moment që po bëjmë këtë film, grekët se kanë idenë që ilirët kanë përdorur thirrorin e greqishtes në rastin emërore të ilirishtes. Merri frymthell. Prandaj ilirët nuk i përdorin format e trajtës së shquar, s'ka nevojë për to. Kjo është e tmerrshme, ky zbulim. Shikoni me vëmendje. Ky është përkthimi i plot i tekstit. Është një pllak varri. I kushtohet vajzës Mesia Dardana. Pra, vajza ishte Mesia dhe ajo vinte nga Dardania. I kushtohet kjo varr, ky monument vajzës Mesia Dardana, e cila jetoi 25 vjet. Babai i saj Mesius Viktor, që do thot Mesius fituesi, dhe Mesia Helpis, nëna, që do thot Mesia shpresa, ishin prindrit e saj. Dhe ata e bën këtë pllak për vajzën e tyre më të dashur. Pra nëna është greke, ose ilire greke, babai është romak, por vajza merr emrin e fjalës Mesias, që do thot Jezu Krishti. Është bërë emër i gjinisë femërore. Dhe kjo është gjetur në Iliri, t'ja tregoj unë tani. Të dashur shqiptar, ky emër është gjetur në Italinë e Jugut, në Iliri gjithashtu. Mesia është emër në emërore, por jo në greqisht. Greqishtja këtë ka në thirror. Pra është bërë në ilirisht, Mesia, ka hyrë dhe në gjuhën romake. Mesia është bërë emri i vajzës nga Dardania. Merri frymthell, është varrosur ajo në Rom. Pra ilirët marrin emrat e thirrorit të helenishtes dhe i kthejnë në rasën emërore. Mos qani, ju lutem. Kjo që ka ndodhur është përtej imagjinatës njerëzore. Nuk kam fjalë. Më mungojnë fjalët. Mesia ka kuptimin Jezu Krishti, është emër mashkullor. Shqipja merr thirroren, që është përkëdhelse në greqisht, thirrori. Kjo dallohet me fjalën Dimitri. Do ta shikoni këtë film. Edhe shqipja ka marrë këtë nga thirrorja e greqishtes. Mesia është bërë emër tek ilirët, Dardan. Babai që është e Viktor, do thot fitore, fitues, në gjuhën romake. Por nëna që është e Mesia Helpis, fjalë për fjalë. Mesia shpres, Krishti shpres, në greqisht. Kjo fjalë bëhet elpidi, elpida, në gjuhën greke të sotme, nga rasa kallëzore. Ndërsa ilirishtja mban emëroren e greqishtes së lashtë. Atëherë, çfarë gjuhë flisnin ilirët? Çfarë gjuhë flisnin ilirët? Përdorin fjalën shpresë të greqishtes. Si mbiemër. Nëna e Mesias ishte greke, por e shkruan këtë emër me shkronja latine, prandaj nuk është dalluar deri më sot. E njëjta gjë është dhe me gjuhën mesape. E njëjta gjë. Fjalët në mesapisht janë shkruar me shkronja romake, por janë fjalë greke. Ju falenderit,
për vëmendjen Mesja Dardania. Në qoftë se ky film nuk arrin 1 milion shikime, atëherë ju bëfshin mirë të gjitha filmat me Jevga që janë nga 1 milion shikime. Shikoni Jevgat dhe kënaquni me Mesja Elpida në gjuhën greke, shpresë të dashur Pelazg. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.